Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e re, që është në datën 16 dhe është në shenjën e Demit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajt, sepse përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi, do flasim pa humbur kohë. Ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim se si do ndikojë kjo hënë e re në lidhje me të gjithë ne. Është një hënë e re që është në shenjën e Demit. Ndoshta ju keni kaluar, ose të gjithë kanë kaluar lëndime, kanë kaluar vështirësi, kanë kaluar rrethana dhe situata të vështira, por pyetja gjatë kësaj hëne të re është: a mund të shohim veten siç jemi, apo do të reagojmë vazhdimisht ndaj një gjendje të së kaluarës tonë? Është një pyetje që për të ndodhur diçka të mirë gjatë këtij muaji, a do ta lejoni veten të jetoni të sotmen, apo do jetoni të kaluarën? Sepse vitet e kaluara, në qoftë se gjatë kësaj hëne të re ngeleni akoma në çështje dhe situata që ju kanë vështirësuar gjatë viteve të kaluara, atëherë ju po humbisni këtë vit 2026. Gjithsesi, është një hënë e re që është e veçantë, sepse është vërtet e mrekullueshme, është vërtet një emocionike që mund të fuqizoj shumë njerëz të shërohen, ose të shohin ato traumat si një lavdi, mund të them. Pse e them këtë? Sepse është diçka që kur pranohet vërtet, atëherë pushon së sunduari. Dhe kjo hënë e re është një hënë e re që shëron trauma, por varet nga mënyra se si do t'i menaxhoni ju traumat tuaja për të krijuar një jetë sa më të lehtë, ose diçka sa më të mirë në lidhje me jetën tuaj të mëvonshme. Është një hënë e re ku ju bën të mendoni çfarë ju ka lënduar dhe të bëni më të mirën për të ndryshuar mendimin tuaj. Është një hënë e re ku është si një lloj terapie. Ka të bëjë shumë me shërimin, ka të bëjë shumë me periudha ku ju do shihni se çfarë duhet të shëroni në veten tuaj. Gjithsesi, kjo hënë e re është një hënë e re që jep shumë dashuri, sepse është në shenjën e Demit, bën që të lini mbrapa dramat, gjithsecili nga jush, të futeni brenda vetes tuaj, të jepni dashuri, sepse keni për të dhënë dashuri, të jepni dhurata gjatë kësaj hëne të re, ato dhurata që keni brenda vetes, se ju vërtet mund të jepni, por gjithsesi është një hënë e re që ju mund të futeni edhe në studime të ndryshme. Dhe kur themi në studime të ndryshme, nuk flasim vetëm për të rinj, po flasim edhe çfarë do lloj moshe që ju të keni. Kjo hënë e re është vërtet shumë e favorizuar, që ju nëse keni dëshirë të studioni për diçka, atëherë çfarëdo lloj moshe që të keni, ju mund të studioni. Por është edhe një hënë e re që do shfaqni edhe talentet tuaja, do dashuroni, do rezatoni, do keni romanca, do ndjeni të dashuruar, do krijohet një periudhë që ju do harrini të kaloni ato lëndimet tuaja dhe situata të vështira që ju mund të keni kaluar. Por gjatë shumë lëndimesh, gjatë këtyre lëndimeve, mbas këtyre lëndimeve, kjo hënë e re do t'ju bëjë që ju të mendoni se çfarë ju ka lënduar dhe të liroheni dhe të ndryshoni mendim në lidhje me situatat këtej dhe në vazhdim. Gjithsesi, është një hënë e re që ka nevojë për një terapi, mund të bëhet një terapi brenda vetes, por mund të bëni edhe një terapi për gjithë ata që mund të jenë në hapa më të zhvilluara. Gjithsesi, është një hënë e re që do bëj shërimin,
është një periudhë ku ju do shihni çfarë duhet të shëroni brenda vetes tuaj, dhe gjithse cili mund ta bëj me veten e vet këtë, por është edhe një periudhë ku ju do jepni dashuri, do keni momente erotike, do ndryshoni diçka në lidhje me jetën tuaj, do keni fantazi, do shikoni anën pozitive të jetës tuaj. Është një hënë e re ku ju do shikoni se si mund të ndryshoni jetën tuaj këtej dhe në vazhdim. Do keni talente, do ndjeni shumë të dashur ose do jepni dashuri, do lini mbrapa, gjithë gjërat e këqija që mund të keni kaluar. Dhe është vërtet një hënë e re që ju favorizon në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur nga e kaluara, sepse demi ka të bëjë me trupin, ka të bëjë me psikologjin, është një hënë e re ku ka të bëjë edhe me gjendjen që ju mendoni në lidhje me vështirësitë e së kaluarës tuaj, që mund të keni kaluar, në lidhje me plagët, në lidhje me lëndimet, në lidhje me sëmundjet, ose ndoshta të gjitha këto vështirësi mund t'ju kenë sëmurur, ose nga situata të vështira që mund të keni kaluar. Atëherë kjo hënë e re është që ju është njësoj si të këndoni, është njësoj si të vallëzoni, të dashuroni, por edhe të lini mbrapa gjithçka që ka të bëj në lidhje me dramat, ose në lidhje me çështje dhe situata që ju kanë vështirësuar jetën tuaj. Është një moment ku mund të jepni dashuri dhe t'i bëni pyetje vetes për çfarë ju keni nevojë këtej dhe në vazhdim, në lidhje me çfarë lloj situate që ju keni kaluar. Gjithsesi, është një hënë pozitive, nuk mund të themi që do t'i heqi 100%, ose është diçka që mund të ketë efektet e gjithë 100%, gjithsesi ka efekte më të forta do t'i ketë në 10 ditëshet e treta të shenjave. Gjithsesi, shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me këtë. Është një hënë e re që vërtet duhet ta shfrytësoni, duke lënë mbrapa çdo gjë të keqe dhe duke menduar, duke ndryshuar mendimin, duke shëruar veten, duke lënë plagë nga e kaluara, dhe duke parë jetën këtej dhe në vazhdim. Atëherë, shohim energjinë që na vjen, dhe unë mora kartat spirituale për këtë. Dhe kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi, ju shoh që po mendoni seriozisht, por nuk jeni gati të jeni hapa akoma. Thjesht këto energji dolën, ky është leximi i përgjithshëm. Ju sikur nuk hidhni hapa. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri. Ju mund të keni kaluar vështirësi në lidhje me një dashuri, mund të keni pasur drama, mund të keni pasur situata të vështira në familje, me fëmijët tuaj, në punën tuaj, nga ana ekonomike, por jeni duke menduar dhe nuk po hidhni hapa akoma. Drejt kësaj hëne të re, unë shoh që ju do filloni të lëvizni, sepse jemi te energji e zjarit, por ndërkohë kjo ka lidhje me një dashuri, ku ju keni kaluar vështirësi dhe ju nuk hidhni dot hapa momentalisht, dhe pse e mendoni të futeni në një njohje të re, ose të hidhni hapa në lidhje me njohjet, me lidhjet, me marrëdhëniet tuaja, por gjithsesi unë shoh që do lëvizni, do keni romanca, do tregojeni më të guximshëm në lidhje me dashurinë, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, me fëmijët tuaj, me familjen, në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme që do keni, sepse ju shoh gjatë gjithë kohës në lëvizje. Do keni shumë pasion, ju shoh zjarr, dhe jemi te energjia e ajrit, kur shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi. Ndoshta keni kaluar lëndime, trauma, kjo ka lidhje shumë dhe me anën psikologjike, por gjithsesi kjo hënë e re do t'ju bëj që ju t'i mendoni gjërat mirë dhe të merrni vendime të rëndësishme, duke lënë mbrapa këto male me borë dhe duke bërë gjërat që ju vërtet dëshironi. Shoh që do t'rregojeni më të mençur në lidhje me gjithçka. Dhe shohim çfarë na sjell energji e tokës, ku ju tregojnë të frenuar, edhe pse mendoni seriozisht. Atëherë jemi përsëri te energji e tokës dhe jemi te rrota e fatit, që ka 4 energji.
është energjia e shenjës Demit, dhe kjo hënere është në Dem, është energjia e shenjës së Akrepit, shenjës së Luanit dhe shenjës së Virgjëreshës. Ju shoh që ju dëshironi të riskoni, dëshironi të bëni një fillim të ri. Është një fillim i ri i menduar mirë, ku ju ndoshta para kësaj hëne të re, jeni duke menduar, por nuk hidhni hapa akoma. Dhe me këtë hënë të re, sepse jemi të dyja këto të energjia e shenjës së Demit, ju do filloni të bëni fillime të reja, do ndiheni shumë entuziast, ndoshta dëshironi plag nga e kaluara, dëshironi të riskoni në lidhje me një dashuri, bëni një fillim të ri. Në rastin tjetër, të hidhni hapa para, duke lënë mbrapa situatat vështira që mund të keni kaluar, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me mirëqenien tuaj, me anën tuaj fizike, me psikologjinë tuaj. Dhe shoh që mund të keni mbështetje edhe nga një person që është shumë besnik në lidhje me gjithçka, ose në lidhje me punën, nga ana ekonomike, sepse Demi ka lidhje me mirëqenien, me psikologjinë, por ka lidhje edhe me trupin, me fizikun. Dhe ju shoh që ju jeni gati të riskoni në lidhje me gjithçka. Dhe rrota e fatit tregon që fati do t'ju ndihmoj vetëm nëse ju merrni iniciativa për të filluar diçka të re, një dashuri të re, një punë të re, diçka në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, nga ana ekonomike, sepse fatin do ta keni me vete për t'i çuar gjërat para. Dhe këtu flasim për atë pjesë që do filloj të hedhi hapa para. Dhe shohim energjinë e zjarit, çfarë na sjell. Dhe kemi energjinë e shenjës së Shijetarit dhe kemi Kullën. Atëherë unë i shoh në lëvizje, ju doni të ndryshoni diçka në jetën tuaj, do ta merrni atë, do ta keni guximin për të ndryshuar gjërat, sepse e shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë në dashuri, një njohje ose një lidhje ku gjërat kanë qenë shumë negative, ndoshta ju jeni treguar edhe shumë të zjarrt ose nuk e di, por shoh që keni bërë shumë durim, ndoshta keni folur sepse shoh që keni shumë pasion, mund të jetë pasion në lidhje me një person, me një dashuri, keni bërë shumë durim në lidhje me këtë person, dhe unë shoh që ju dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj, duke lënë mbrapa gjithçka që nuk ju shërben më, ose duke i dhënë fund lëndimeve, zhgënjimeve, ose situatave që ju mund të keni kaluar të vështira në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me punën. Situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, në lidhje me anën tuaj ekonomike, por është diçka që ju keni bërë shumë durim në lidhje me këto situata. Dhe ka ardhur momenti, unë ju shoh që ju do filloni të shikoni gjërat ndryshe, në një këndvështrim tjetër. Në momentin që ju do të shikoni gjërat më pozitivisht, aty fillon një ndryshim i madh për ju. Ju dëshironi të ndërtoni gjërat sigurta, ose t'jeni të sigurt në lidhje me një dashuri, me një njohje, shoh që do keni dhe romanca, me një romancë që ju dëshironi të keni, do jeni në lëvizje në lidhje me punën, me fëmijët, ju shoh për të ndryshuar gjërat, flasim gjithmonë këtu, dhe një ndryshim pozitiv që ju do bën gjatë kësaj hëne të re. Dhe efektet e hënës së re zgjasin deri në 28 ditë. Keni parasysh këtë video mund ta dëgjoni gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh shumë ndryshime të mëdha. Ndoshta diçka që rrëzohet, mund të jetë diçka, një njohje, një lidhje, një marrëdhënie që nuk ka funksionuar, shoh që rrëzohet dhe ju do filloni të bëni një ndryshim të madh, ose në lidhje me fëmijët tuaj, do ndryshoni diçka aty, në lidhje me punën tuaj, nga ana juaj ekonomike. Gjithsesi ky ndryshim vjen për mirë, por nëse ju do pranoni që t'i shihni gjërat më pozitivisht, të ndryshoni këndvështrim në lidhje me gjithçka. Dhe vim te mbreti i ajrit, që tregon një njeri të mençur, ju do përdorni mençurinë, shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, nga ana psikologjike, kjo përfaqëson më tepër anën psikologjike, në lidhje me institucione të ndryshme, në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni pasur, ose edhe në lidhje me, po më tepër ka lidhje me psikologjinë tuaj. Shoh që keni kaluar vështirësi, do jeni në një pozicion ku do jeni duke menduar më me mençuri, do dëshironi të lini këto vështirësi, këto male me borë mbrapa,
dhe ju shoh që ju ka ardhur momenti që të merrni vendime të rëndësishme, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me situata dhe çështje që kanë lidhje me ligjin, me shtetin, me dokumenta, me ide të reja që ju mund të keni gjatë kësaj periudhe në lidhje me talentet, me studimet, me anën tuaj shëndetësore, mund t'i merrni situatat nga më të ndryshmet. Dhe të shohim se çfarë na sjell kjo energji. Dhe erdhi një energji shumë e bukur sepse na solli gjashtën e kupave dhe unë shoh një rikthim në të kaluarën. Për një pjesë për ju, jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me një person të së kaluarës tuaj. Është një person që shpirti juaj binjak, sepse kjo hënere ka dhe fillime të reja, por këtu shoh që ju jeni duke menduar në lidhje me një person, me një rikthim, person nga e kaluara. Është një person që ka emocione në lidhje me ju, dhe shoh që po ju dhuron shumë dashuri. Është një person që jep dashuri, ka emocione, është një person dashamirës. Jemi të energjia e shenjave të ujit këtu, por është diçka që ju po e mendoni me shumë mençuri, ose ju merrni vendim në lidhje me një person nga e kaluara, në lidhje me një rikthim. Dhe shoh që do keni lajme të mira, mund të keni një takim me këtë person, jeni duke menduar shumë këtë, ndërsa në lidhje me pjesën tjetër ka të bëjë në lidhje me çështje dhe situata nga e kaluara që rikthehen, dhe mund të kenë lidhje me familjen, me punën, me shtëpinë, çështje nga më të ndryshmet. Por gjithsesi unë shoh një çlirim shpirtëror. Ju harrini të çliroheni nga këto situata sepse do merrni një lajm të mirë që do t'ju zbukurojë ditën, do t'ju zbukurojë jetën. Për pjesën tjetër shoh që do të jepni një mbështetje shumë të fortë fëmijëve tuaj, familjes tuaj. Sepse ju merrni vendime gjatë kësaj periudhe për t'i ndryshuar gjërat, për t'i zbukuruar gjërat në jetën tuaj. Dhe unë shoh që ju do mbështesni fëmijët tuaj, do jeni shumë nostalgjik, do filloni t'i ndërtoni gjërat më bukur, mund të them. Dhe ju shoh që sikur çliroheni nga ana psikologjike në momentin që ju filloni t'i shihni gjërat, ndoshta edhe situata të vështira, trauma që mund të keni pasur nga e kaluara, lëndime që mund të keni pasur, shkënjime të ndryshme, është një hënere që do t'ju bëjë që ju të filloni t'i shikoni gjërat si një kopësh me lule, mund të them, sikur jeni në një teren shumë të bukur, t'i shikoni më me dashuri, më me dashamirësi, ose ju të mbështesni dhe persona të tjerë. Mund të mbështesni persona nga e kaluara juaj, ku ju vërtet do t'ju bëj që të çliroheni. Kjo tregon edhe një shërim nga situata dhe çështje që ju mund të keni pasur në të kaluarën tuaj. Dhe thash, këto janë karta spirituale dhe tregojnë shumë në lidhje me ju. Me gjithë, atëherë shohim, marrim edhe një pako tjetër dhe shohim përfundimin në lidhje me këtë hënë të re. Për pjesën e beqarëve, thash, mund të jetë një person nga e kaluara, por mund të jetë dhe një person i ri që mund të vi drejt jush. Është një person që jep shumë dashuri. Kjo ka lidhje edhe me fëmijët tuaj, ku ju do t'i mbështesni shumë gjatë kësaj hëne të re, dhe dëshironi që çdo gjë ta shikoni në një këndvështrim më të mirë, por t'i jepni edhe mundësira në lidhje me njerëzit që ju rrethojnë. Atëherë shohim, dhe përsëri dolëm te mbreti i shpatave, doli e njëjta energji, përsëri energji ajri dhe energji të shenjave të tokës. Shoh që merrni vendime të rëndësishme, keni kaluar shumë vështirësi, sfida, do keni shumë negociata. Këtu për gjithë ata që janë te energjia e parë, ku ju bëni fillime të reja, fati ju ndihmon, ju do përdorni shumë pjesën e mençurisë, do jeni duke menduar për të marrë vendime dhe për të çuar gjërat para në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni, në lidhje me një dashuri, në lidhje me fëmijët, në lidhje me punën, në lidhje me shëndetin, në lidhje me çështje dhe situata që ka lidhje me shtetin, me ligjin, me dokumenta të ndryshme, por gjithmonë duke përdorur mençurinë. Dhe për gjithë ata që duan të bëjnë ndryshime, që kanë bërë shumë durim,
në lidhje me çështje situata të ndryshme, ka ardhur momenti që ju të ndryshoni gjërat, të ndryshoni këndvështrim, të keni një vizion ndryshe dhe të futeni, të hyni në një dashuri të re, në një të shfaqni një talent që keni, të ndryshoni lukun tuaj, të ndryshoni të përditshmen tuaj. Dhe shoh që do keni dhe shumë negociata, fillime të reja të menduara mirë, mund t'jenë negociata, mund t'jenë diskutime në këto ndryshime të reja që dëshironi të bëni. Ndoshta ju keni kaluar shumë vështirësi, se po të vësh re këtu është një figurë që vërtet ka shumë kuptim, sepse tregon një shpatë, tregon një gjak në tokë, dhe kjo tregon që ju ndoshta keni marrë plag më shumë se ç'duhet. Dhe është momenti që të ndryshoni, të mendoni dhe të ndryshoni në lidhje me plagët e së kaluarës tuaj, për të bërë këtë fillim të ri, për të hyrë në diskutime, për të bërë negociatat e vendi punës, për të diskutuar në lidhje me shtëpinë, me fëmijën tuaj, çfarë ndryshime ju kërkoni, çfarë dëshironi ju gjatë kësaj hëne të re. Atëherë kjo do realizohet ky ndryshim nëpërmjet negociatave. Kjo mund të ketë lidhje edhe me dokumenta dhe çështje dhe situata të ndryshme. Por gjithsesi është momenti që ju jeni gati për të bërë këto ndryshime, por këto do vinë edhe nëpërmjet diskutimeve. Dhe vazhdojmë te pjesa e tretë, ku ju mendoni në lidhje me një person nga e kaluara, një person vjen drejt jush, është një person që është shpirti juaj binjak, por juve ju shoh, ndiheni të pak kënaqur, ndoshta keni dhënë shumë dhe keni marrë pak në një njohje, në një lidhje, në një marrëdhënie. Dhe jeni duke menduar se çfarë të bëni. Ndoshta jeni në një situatë që ju nuk harrini dot që të, edhe pse keni shumë, shoh që keni ide të reja, por përsëri sikur diçka ju frikson këtu. Ju mund të jeni ndirë, të pavlerësuar, të pakënaqur, por ka ardhur momenti që ta shihni më seriozisht një person që dëshiron të hyjë në jetën tuaj, një shpirt binjak, një person nga e kaluara. Ndërsa për pjesën tjetër, kjo ka lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ku ju keni arritur një lloj standardi, ndoshta keni bërë diçka dhe tani jeni gati duke pasur ide të tjera. Për shembull, në lidhje me anën ekonomike, çfarë mund të bëni tjetër për të rritur të ardhurat tuaja? Në rastin tjetër, çfarë mund të bëni tjetër në lidhje me talentet që ju keni, për t'i shfaqur ato? Dhe në moment tak vjen një ide dhe ju jeni gati për ta bërë këtë. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje në lidhje me studimet. Ju dëshironi të studioni diçka, e keni menduar në të kaluarën, aty ju lind një ide, ose dikush mund t'ju japi një ide të momentit dhe është një person dashamirës, dhe ju në atë moment ju jeni duke menduar se çfarë mund të ndryshoni në jetën tuaj. Është një energji fantastike kjo. Dhe hedhim dhe 2 letra për ta mbyllur. Atëherë, jemi të energji ajrit, përsëri të energji e tokës, ju shoh në një energji, disa për jush mund t'jeni shumë konfuz. Dhe kemi hënën e re këtu, po të vini re. Kemi hënën e re, jeni shumë konfuz, nuk jepni dot zgjidhje situatave, por është kjo hënë e re, për këtë është që ju të mbyllni plag nga e kaluara, të jepni zgjidhje dhe drejtim situatave që ju dëshironi. Nëse jeni konfuz në lidhje me një dashuri, atëherë kjo hënë e re vjen që ju të ndryshoni këndvështrim, të shikoni gjëra ndryshe, të dilni nga kjo, sepse ju shoh që jeni duke mbrojtur shumë veten tuaj, nuk dëshironi të lëndojeni përsëri, nuk dëshironi dhe keni rritur ato, keni ngritur muret mbrojtëse, nuk dëshironi të jepni zgjidhje një situate, një çështje, por ka ardhur momenti me këtë hënë të re të hapni syt dhe të shikoni gjërat qartë për të bërë ndryshimet e nevojshme në jetën tuaj. Dhe ju shoh që do ndiheni të sigurt në lidhje me ndryshime, dilni nga energjia e dilemave, por thjesht keni përsëri frikra brenda vetes. Keni disa frikra që ndoshta ju nuk i shfaqni, por është diçka që qëndron aty tek ju. Dhe kjo hënë e re për këtë arsye vjen, që ju t'i shëroni këto. Edhe pse mund mos t'i pastroj 100%, këto frikra ose këto situata të vështira që ju kanë bërë, ju kanë lënë në këtë energji, atëherë është momenti që ju të jeni të sigurt në hapat që do hidhni, si në lidhje me dashurinë, me një njohje të re, të dilni nga kjo energji dilemash,
konfuz në lidhje me situata dhe çështje të së kaluarës dhe të çojni në këmbët tuaja dhe të jepni drejtim çështjeve situata që keni, sepse ju shoh me shumë vetbesim, më të sigurt brenda vetes për gjërat që ju dëshironi. Dhe marrim edhe një tjetër dhe shoh që unë jepni drejtim, i lini mbrapa, jemi përsëri te energjia e shenjave të ajrit, dolën shumë fort. Lëni mbrapa vështirësit, i lini mbrapa dhe unë shoh që do të jepni një drejtim më të qetë, një dashuri, do keni një takim me një person që ju jeni konfuz me këtë person, por shoh që unë do ndiheni më të sigurt, do harrini të dilni nga kjo situatë, nga kjo energji, dhe jemi përsëri këtu te energjia e demit, dhe ju do harrini të jepni drejtim. Ndoshta nëpërmjet diskutimeve, sepse po të vëmë re këtu këto ran njëra mbi tjetrën. Mund të ketë diskutime, mund të ketë negociata në lidhje me fëmijët, me familjen, me shtëpinë, me punën, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që ju dilni nga këto vështirësi, nga këto trauma që keni kaluar, sepse po të vëmë re këtu koha është me vetima, një det i trazuar, situata dhe çështje që ju keni kaluar, që ju kanë trazuar, atëherë ka ardhur momenti që ju do të jepni një drejtim më të qetë situatave, si në dashuri, në familje, por dhe në lidhje me gjithçka. Dhe marrim një mesazh nga angjël dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë, ju shoh që ju do keni më besim gjatë kësaj periudhe, jemi te energjia e tokës, përsëri jemi te hëna e reshë në shenjën e demit, do keni më besim, thotë. Do jeni gati, do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj hëne të re, për të bërë gjëra të reja, për ta ndryshuar jetën tuaj, për ta zbukuruar jetën tuaj, dhe do jeni dhe më të sjellshëm, thotë. Është koha, thotë, që të bëni gjërat që ju dëshironi, duke lënë mbrapa plag, çështje dhe situata që ju kanë vështirësuar, që ju kanë lënduar nga e kaluara. Dhe është një ëngjëll mbrojtës, thotë, që do t'ju mbështesi në gjërat, në vendimet që do merrni, në besimin që do keni dhe në gjërat që ju do bëni gjatë kësaj hëne të re, që zgjat deri në 28 ditë. Kështu që shfrytëzojeni këtë periudhë, është periudha më e mirë, nuk do shëroj 100% plag nga e kaluara, por në qoftë se ju vërtet do dëshironi që t'i lini mbrapa, atëherë për ju fillon një jetë e re dhe më e bukur në lidhje me të gjithë ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një mbasdite sa më të këndshme, një javë sa më të mbarë për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë videot e radhës.